Së pari, ju kërkoj ndjes sepse isha në një takim zyrtar që nuk isha që në fillim të mbledhjes. Falenderoj zonjën Luarasi për drejtimin e pjesës parë. Zoti Bido nuk është këtu, po unë dua të ngrej një shqetësim nga Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë me etiketimet që zoti Bido i ka bërë gazetarëve që ishin në këtë komision në konsultimet publike që ne patëm javën e shkuar. Postimet e tij online, etiketimet, sulmet, bullizmi, gjua e fyerjes e intimidimit janë të papranueshme. Kam diskutuar këtë me zotin Bido personalisht, e kam informuar që do ta ngrej këtë shqetësim edhe në seancë. Mendimet janë të secilit, mendimet nuk i ndryshojmë, nuk po kërkojmë që t'i ndryshojmë, po të paktën në këtë komision i kam kërkuar zotit Bido të mos sulmohen gazetarët. Jam e detyruar ta bëj në mbledhjen e parë, do kisha preferuar që ai të ishte këtu, po unë kam njoftuar atë paraprakisht. Së dyti, një sër elementësh që ne po diskutojmë këtu janë pjesë edhe diskutimeve edhe në procesin e integrimit, e detyrimeve që qeveria shqiptare ka në procesin e integrimit dhe një diskutimi të gjerë që ka nisur në këtë komision, vazhdon në platformë, kryetari Amës do të jetë datën 17 tek platforma për prezantim dhe që janë edhe pjesë dhe fokus i diskutimeve. Dua t'ju kujtoj që progres raporti për Shqipërinë kërkon të miratohet një reformë plotë e kuadrit ligjor rregullator, të forcohet transparenca e pronësisë së medias, pluralizmi mediatik, pavarësia editoriale, të forcohet transparenca e financimit të medias nga burime private shtetërore, të forcohet autonomia e rregullatorit dhe pavarësisë së transmetuesit publik, të sigurohet tolerancë zero ndaj intimidimit dhe rastet e sulmeve gazetarëve e merat që nuk lidhet në mënyrë specifike me aktivitetin dhe të përmirësohen kushtet e punës së gazetarëve shqiptar, në veçanti mbrojtja e drejtave të punësimit dhe drejtave sociale të gazetarëve. Një ndryshim ligjor është bërë vjet me propozimin e zonjës Luarasi në 10 orë, ndërkohë që një paketë plot, duke pas parasysh dhe DSA-n, po njëkohësisht dhe EMF-n, do të diskutohet edhe në vijim me një plan pune, një kalendar të miratuar. Kështu që për këtë arsye ne njoftuam zonja kryetare në mbledhjen e shkuar të komisionit që priten këto ndryshime ligjore, po njëkohësisht dhe një formulë për të siguruar pavarësinë e antarëve të Këshillit Drejtues të Bordit të Amës përpara se të lëvizet dhe të procedohet me informacionin që ne na erdhni për përfundimin e mandatit tuaj. Besoj që jeni njohur me këtë nga media. Për sa i përket pyetjeve, pyetja parë lidhet me atë që zonja Bardeli ngriti edhe me metodologjinë. Mënyra e raportimit është e tillë që opozita e kryen të gjithë aktivitetin e saj politik nëpërmjet konferencave për shtyp, qoftë kryetarit partisë, qoftë përfaqësuesve politik, e cila llogaritet si kohë politike e partive. Ndërkohë që kryeministri i vendit i kryen të gjitha aktivitetet e tij politike në ombrellën e qeverisë. Dhe në gjykimin ton metodologjia nuk reflekton kohën reale mediatike. Kjo është një çështje që unë mendoj që ka nevojë që të rishikohet dhe një çështje që mendoj që ne duhet ta debatojmë, sepse raportimet që ju keni sjell nuk janë reale për kohën mediatike. Së dyti, raporti që ju keni prezantuar pranon se Shqipëria vijon që shkaktoi interferenca ndërkufitare në brezin 700 MHz, cili është ngërçi për ta zgjidhur këtë problem dhe cilat janë masat, sepse kjo është i njëjti shqetësim vijus nga raportimi i vitit të shkuar. A ekziston rreziku që Shqipëria të përballet me pasoja ndërkombëtare ose kufizime për shkak të këtyre interferencave, duke përfshirë njëkohësisht çështjet e arbitrazhit? Nëse vendet e rajonit sot ngren një çështje, sa mund të jetë dëmi potencial për Shqipërinë? Cilët kanë qenë afatet konkrete që ka pas institucioni juar për lirimin e frekuencave për 700 MHz? Sa monitorime tematike ka kërkuar bordi i autoritetit dhe cilët kanë qenë rezultatet e monitorimeve tematike? Cilat janë masat që ka marrë autoriteti në lidhje me disa emisione ku gjuha, sjellja, përmbajtja emocionale në prime time ka qenë e debatueshme. A janë respektuar standardet në ato të paktën të cilat autoriteti i mediave audiovizive ka për detyrë që të respektojë? Gjatë vitit 2025 janë raportuar disa raste tensionesh midis kryeministit dhe gazetarëve. Të shumta këto në fakt. A ka dalë Ama në ndonjë rast me një deklaratë, me një qendrim publik për të tërhequr edhe vërejtje, vëmendje në rastet e sulmit dhe intimidimit të gazetarëve? Unë bëra një Google search mbrëmdarkë dhe më rezultoi që Ama nuk ka pasur asnjë qendrim publik për këtë. A mendoni se heshtja e Amës ndaj incidenteve ku përfshihen zyrtar të lartë qeverisë krijon një standard të dyfisht?
dhe ndërkohë edhe në punën tuaj, duke qenë se kërkesa e përsëritur e Komisionit Evropian është për pavarësinë e institucionit tuaj dhe ndikimin politik që ka mbi institucionin tuaj. A mund ta tregoni një rast të vetëm gjatë vitit 2025 kur AMA ka kritikuar publikisht një institucion shtetëror për sjellje që cënon ushtrimin e profesionit të gazetarit? Kur një gazetar ndërpritet ose vjet në shënjestër publikisht nga zyrtar të lartë, a e konsideroni këtë pjesë të mjedisit mediatik që AMA duhet të monitorojë apo jo? Në raport flitet edhe për pluralizëm dhe për liritë medias. Si shpjegohet që nuk ka asnjë analizë të rasteve më të diskutuara të vitit që lidhen me raportin pushtet media? Qëllimi kryesor edhe i propozimeve ligjore është pikërisht transparenca për prodhimin e medias për të vënë në një dritë të gjithë presionin që mund të ketë edhe për qëllime ose për arsye që lidhen me kontrata financiare, me statuset investitorit strategjik e kështu me radhë. A ka kryer AMA ndonjë vlerësim mbi efekti që kanë sulmet verbale ndaj gazetarëve dhe në vetë censurimin e informacionit që vjen nga redaksit? A është sot AMA një regulator i medias apo është thjesht një monitorues teknik i minutazhit televiziv, sepse ne këtu po flasim për një ristrukturim të mjedisit. Ne nuk na duhet një institucion që thot ka folur 5 minuta zonja Bardeli dhe 5 minuta zonja Tabaku. Ne na duhet një institucion i cili rregullon, sepse ky është edhe roli që institucioni juaj ka. Pse publiku duhet besoj se AMA është plotësisht e pavarur, pothuajse çdo debat mbi lirinë e medias përfundon pa asnjë reagim institucional nga ana juaj? A keni kërkuar ndonjëherë takim organizatat e gazetarëve për të diskutuar problematikat e tyre, presionin që ato kanë, po apo jo? A është e drejtë të thuhet se AMA është shumë aktive kur monitoron mediat, po shumë pasive kur duhet mbrojë gazetarët? Kur kryeministri deklaron se problemi nuk është liria e shprehjes, po liria e shpifjes, a ka analizuar AMA ndikimin që deklaratat të tilla kanë mbi lirinë e medias? Në fund të mandatit tuaj, cili është rasti konkret kur AMA ka mbrojtur publikisht një gazetar nga presioni i pushtetit? Si është e mundur që në gjitha rastet e pushimit nga puna, që ju keni larguar nga puna, të gjithë punojësit kanë fituar gjyqin kundër AMA-s? Të paktën ky është informacioni që unë kam për pushimet nga puna. Tash këtë duhet ma thoni juve. Po kjo nuk është një bisedë kafe, unë besoj që unë po flas, ju dëgjoni dhe ktheni përgjigje. Lidhur me ndërprerjen e transmetimit të televizionit News 24 që ndodhi vitin e shkuar. A mund të sqaroni cili ka qenë roli i AMA-s në këtë proces? A ka ndërmarrë institucioni juaj veprime monitoruese ose ndërhyrje brenda kompetencave ligjore për të garantuar pluralizmin mediatik dhe të drejtën e informimit për publikun? Dhe së fundmi një grup çështjesh financiare që zonja Luarasi preku pak nga pikpamja e transparencës, por që unë kisha dëshirë që ti përmendja këtu. Po ti mbledhun gjitha bashkë apo i donim veta? Si ti gjykoni? Po ti përfundoj se kanë lidhje me transparencën. Një sër investimesh që nga viti 2022 nuk janë kryer në institucion. 22, 23, 24 investimet planifikuara, 1.5 milion euro 22 nuk realizohen, 2.5 milion euro 23 nuk realizohen, ndërkohë që në 2026 ka një rënje prej 82%. Janë mbi 4 milion euro investime për sisteme, asete, kapacitete teknologjike, të cilat nuk janë realizuar. Llogaritë e AMA-s dhe fondeve pa shpenzuara janë mbartur vit pas viti dhe pastaj janë absorbuar nga shpenzime operative, që do të thotë keni miratuar investime për institucionin dhe janë kryer shpenzime operative, kryesisht vendi më i madh dyfishim paga dhe udhtime. Janë 4 herë më të larta se investimet teknologjike. Ky zë. Kam nevojë pak për informacion për këtë çështje. Ju nuk jeni një agjenci udhtimesh. Ju jeni një institucion që do rregullojë, do investojë për teknologjinë, për asetet. Ke 3 vite që po unë komentet i bëj si duan këtë komision. Se po flasim për lirinë e shprehjes. Kështu që së pari juve ruani vendin tuaj, ruaj vendin tim. Komentet janë të mia, të mbaj unë përgjegjësi, s'mbani juve. Ju mbani për veprimet e juaja. Faleminderit. Zonja Bardeli ngriti me të drejtë çështjen e TikTokut. Në rastin e çështjes së TikTokut, qeveria ka zhbër komplet punën tuaj të rregullatorit. Ju siç thatë, siç e përmendët këtu, keni pasur një bashkëpunim funksional me TikTokun rast pas rasti, sigurisht që ka nevojë për një bazë ligjore për cilën ne po punojmë.
Ndërkohë që qeveria mori një vendim për rregullatorin dhe ju imponoi juve vendimin për rregullatorin. Ky rast tregon pikërisht atë që Komisioni Evropian flet për pavarësinë e institucionit dhe trajton amën si një instrument, ndërkohë që ju jeni rregullatorin treg, nuk është qeveria rregullatori. Këtë çështje unë kam nevojë që ta sqarojmë për më tepër kur bëhet fjalë edhe për raste të cilët janë problematike. Këto janë elementet që unë doja të përmendja në përfundim, që mos të kem vetëm ankesa, dhe unë kam një sër çështjes financiare të nxjerra nga raporti juaj financiar që variojnë që nga viti 2021. Unë duaj që të falenderoj, besoj edhe në emër të komisionit, për rastin me cilën nuk kemi komunikuar bashkë, por kam komunikuar me shefën tuaj të kabinetit, për rastin e publikimit të pamjeve në një incident që përfundoi, në një aksident që përfundoi dhe me humbje jete të një fëmie. Zonja Bardeli e ngriti këtë shqetësim në momentin e parë që ai ndodhi në komunikimin e brendshëm që ne kemi. Zonja Luarasi ka qenë në kontakt me ju, unë kam qenë në kontakt me zonjën Cenaj. Do t'ju falenderoj për ndërveprimin e shpejtë që ndodhi në atë moment. Sigurisht që shumë gjëra nuk i parandalon për më tepër në një botë digjitale, por ndërveprimi i shpejtë në atë moment për një çështje shumë sensitive, unë mendoj që ishte shumë i rëndësishëm. Faleminderit.